Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemi ngel të mëkruhatu salat, të mëkruhat ose sendet e veprimet e urryera ose të papëlqyera që ndodhin mrenda namazit, dhe kemi arritur deri te tashmiru kummehi anhuma linnahi anhu, pra përvjelja e krahëve, dhe shpjegum ligjëratën e kalume se si është dispozita e saj për shkak se ndërpret edhe koncentrimin në namaz. Prej mekruheve tahrimen është wassalatuhu fi seravil au fi izar, falja e namazit vetëm me një rob ose vetëm me pantallona ose pijama, apo sende të cilët janë izar, janë mbulesa prej kërthizës e pjesën e poshtme të trupit. Pra të falja namazit vetëm me mbulimin e pjesës të trupit me një rob, prej kërthizës deri në gjunjë, ajo që quhet avret në namaz, në namazi është i vlefshëm, sepse kushti i mbulimit të avretit plotësohet. Mirë po, vajib është që të mbulohen edhe pjesë të tjera mal kudrati alejha, nëse ka mundësi, kur bëhet fjalë se s'ka rroba është diçka çështje tjetër, ka dispozita tjera. O salatuhu fi saravil au fi izarin me kudratihi ala lubsil kamis, pra falja namazit vetëm duke e mbuluar, qoftë me pijama, qoftë pantallone, qoftë vetëm me një rob prej kërthizës e të poshtë të trupit, mbulimit të avretit, është mekruhi tahrimen kur ka mundësi të vesh edhe një këmish ose një send që e mbulon pjesën e sipërme të trupit. Lima fihi min at-tahavun wa at-takassul. Çështja e parë çka paraqitet, problemi i parë që paraqitet është përtatësia. Pra ai nuk veshet sepse i vjen mërzi, tahavun e neglizhon, e nënçmon atë punë. Dhe më e rëndësishme që është wa qillatul adab. Qillatul adab është mos edukata, mos sjellja edukative ndaj namazit dhe ndaj krijuesit, ndaj Allahut xhallashan. Nëse ti vetëm me atë rob, në atë formë të veshjes, mbulimin e avretit, nuk mund të shkosh të tjerët, të njerëzit tjerë, të dalish jashtë, atëherë si mund të dalish përpara Allahut xhallashan? Kjo është pa edukat islame, pa paksim i edukatës. Dhe kjo është më e rëndësishme çka e bën mekruhi tahrimen. Pastaj, për këtë arsye dietarët thonë, pavarësisht, pra ka një rregull të përgjithshëm, fukahatët kanë përcaktuar, pavarësisht për t'i hikë mekruhit në namaz, te veshmbathja, fukahatët thonë, duhet të vishesh në atë formë që kur shkon diku misafir, dhe ti vishesh, i vesh ato robe, ato sende, që aty ku shkon misafir të ai personi, të ai dashamiri i jot, që ai ka qef me të pa në qatë formë të veshën, apo? Për shembull, ti e ke një njeri që është fetar, një dost, një mik, një shok, ti e di je i sigur se me i shku ati vetëm majic, ja prish qefin, a i ka qef që ti kur shkojsh t'jesh pedant. Pra, kur ti respekton dashamirin tanë dhe vishesh për hatër të ati, vishesh me ato robet që ati i pëlqenjë që ti t'jesh i veshur, kur është në pyetje Allahu xhalleshanu, duhet të vishesh me ato robe që Allahu xhalleshanu t'jet i kënaqur me ti
dhe të qëndron në përbalimin që e thënë parzit me rahmetin e tij. Wa qillatul adab, pra edhe pse mbulohet farzi, është jo edukat falja, qofshin edhe ato rrobët e fjetit që janë, pijamat e ndryshme. Wal mustahab, ato që nuk e mbulojnë avretin, me ato është haram. Dihet se një pjesë e avretit nëse shihet as sa kryet një rukën, namazi prishet. Wal mustahabu lirrajuli an yusalli fi thalathati athwab. Është e rekomanduar, pra është mustahab për burrat që kur të falen me 3 rrobe. Ti kenë në trup minimumi, pra ti kenë 3 rrobe. Veni retash, kamis, këmisha ose pjesa e epërme e veshjes. Izar, realisht, e para është izar, mbulimi e pjesës së poshtme të trupit, kamisi, këmisha, që është pjesa e epërme e veshjes, wa imamatun, dhe ksula, kapuç, shalli, si doni quni. Yukrah, pra, falja e namazit krye shplut të ne o gjallarët modernista, se imani nuk qëndron në kapuç, që e themi dhe e thonë, është metodologji e gabuar. Falja e namazit krye shplut, pa ksul, pa kapuç, është mekruh. Tani në pëlqen apo s'në pëlqen, është çështje tjetër. Pra, është e preferuar mustahab që të ketë 3 këmish, 3 veshje. Izarin, pjesën e poshtme, kamisin dhe mbulimin e kokës. Tash mos t'i vej unë emër se këto kanë si cili territori ka atë gjuhën e vet. Walil mar'ati, kurse gruaja, fi kamisin wa khimarin wa miqna'atin. Asnjëri se di çka janë. Gruaja duhet këtë këmish, pra bëhet fjalë për atë veshën, si themi fustan, se nuk është këmish në kuptimin e këmishës burrave, që e mbulon deri te këmbët. Khimar është shamia që e vendon, që e mbulon avretin e flokëve. Miqna'a është ajo, këtu të ne i thëshin nanët tona pishtemalë, ato të mëdhaja, ato shamijet të mëdhaja që e lidhin përmi shamijen e vogël, që e lidhin edhe e sigurojnë mos shpalosin e avretit në namaz. Sepse flokët në namaz të gjinia femrore janë avret. Pra, të burrët janë 3, edhe të gratë janë 3 rroba që duhet t'i përmbahen për t'i hik me kruhit. Wa raddu s-salami bil isharati, li'annahu salamun ma'nan. Kthimi i selamit me sinjalizim, me isharet, qoftë me kokë, qoftë me dorë, ose me ndonjë gjymtyr tjetër të trupit, është mekruh. Disa prej dietarëve thonë është mekruhi tahrimen. Ibni Abidini në Raddul Mukhtar thotë është mekruhi tenzihen, por nuk i hik mekruhi. Si ndodh kjo? Ti je duke u fal, vjen dikush të t'jep selam. Nëse ti e kthen selamin, me gojë, thu wa aleikum selam, tubtil salat, prishet namazi. Nëse i jep selam vetëm me krije, do thotë i jep isharet që wa aleikum selam, ose i jep me dorë isharet, kjo lëvizje e dorës është një lëvizje që nuk është lëvizje e shumë që shkakton prishjen e namazit, por jo krah, është mekruh. Për atë arsye, Ibn Mesudi thot, kunna nusallimu ala nabi, thot ne përpara, kur hishmi në xhami,
E gjashmi pejgamberin alayhis salam duke u fal, i jepnim selam. Ibn Mesudi. Dhe kur ishim në xhami, i jepshim selam pejgamberit alayhis salam, fa yaruddu alejna, dhe pejgamberi alayhis salam na e kthente selamin. Mirë po çfarë ndodhi? Falemma raja'na min inda an-Najashi, kur ka shku te Najashiu, në atë kohë është pezullu dispozita e kthimit të selamit në namaz, pra është ndalu. Selamna alayhi falam, por kur jemi kthi, thot Abdullah ibn Mas'udi, kur jemi kthi prej te Najashi, kemi hinë xhamin, nuk e kemi ditë në dispozitën. I kemi dhënë selam pejgamberit alayhis salam, falam yarud alejna. Pejgamberi nuk na e kthej selamin. Wa qala inna fi salati shughlan. Namazi ka veprimet e veta, nuk ka ma veprime jashtë të tjera. Këtu ndërlidhet edhe për të vërtetuar këtë, nuk po e shpjegoj hadithin, vetëm po e përkujtoj, ai hadithi i atij arabit kur ka hi mrenda, ka pas probleme me syt dhe është ngatruar me një grop në xhami, është rrëzu dhe ato të tjerët dikush prej sahabeve kanë qesh dhe kanë komunikuar mes veti dhe nuk e kanë prish namazin. Madje ka prej ulemave që thonë ky është të rasti që pejgamberi alayhis salam e ka ndaluar. Pra, fillim të islamit ka qenë kthimi i selamit, ka qenë çështje meshrua e ligjësume, kthimi i selamit, por më pas e ka ndaluar pejgamberi alayhis salam li hikmetin ma, për një ursi që Allahu xhalla shanuhu e di. Bi isharetun li annehu selamun ma'na, është me kru sepse ishareti e ka kthim të selamit në aspekt kuptimor, jo nutq, jo fjalë, po. Wa fi dhakhira, në veprën e dhakhira thuhet, la ba's lil musalli an yujiba al mutakallima bi ra'sihi. ورد الأثر به عن عائشة رضي الله عنها. Thot, ka autori i veprës e dhakhira, la ba'as, në kemi thonë se la ba'as, në fikë kur të lexoni, thot nuk është dam, pra nuk shkakton ndonjë dam, por më mirë është të mos veprohet. Nuk ka gjë të keqe, por më mirë është të mos veprohet. Thot, nuk ka gjë të keqe, ke autori i dhakhirës, lil musalli an yujiba al mutakallima bi ra'sihi, që t'i jep përgjigje folësit me kokën e tij në çështjet të cilat kanë simbolikat e veta. Për shembull, ti je duke u fal, vjen prindi ose djali ose dinjantari i familjes, edhe shembull thot, atë shkojnë këtë vend, ti thu, kjo është po, do thot i ke dhënë përgjigje. Ose jo, si i kemi sinjalet tona. E dhakhira, autori thot, nuk ka gjë të keqe, po megjithatë është më e preferueshme. Ki do thot se nuk është me kru. Mirë po, kjo është në çështjet të cilët nuk është për selamin, është për çështje për të cilët jep përgjigje atij që ka nevojë. Mirë po, ku e merr ki argumentin këtë, se fukahat neve në shikim të parë në duket që kur flasin dispozita nuk kanë argument, por ato kanë një mbështetje. Ki e merr argumentin, thot, la ba'sa bi an yukallima ar-rajulu al-musalli, nuk është, s'ka ndonjë dëm që njeriu prej jashtë ti fol ati shka është namaz. Pra, ta vet, ata baj këtë punë, ata heki prej rrymës këtë, ose shembuj. Ku e ki argumentin që ke drejt ti me vetat të u falë? Thot, fenadet hul melaiketu, ve huve qaimun yusalli fil mihrab. Melekët e kanë pyet, ai duke u falur në namaz. Melekët e kanë pa se ajo është duke u falë në namaz. Dhe e kanë pyet. Pra i kanë fol, jo që e kanë pyet, i kanë fol.
me që ato i kanë folë, kjo është shenjë, sinjalizim, se ai qaimun yusalli, është pra duke u falë fil mihrab. Dhe këtë e merë si argument se ki qka është jashtë namazit, ka drejt t'i flet ati qka është në namaz. Ose për shembull, unë jam duke u falë, edhe ti jem ti të shpejtu, thu, unë shkova qelsin e ken filan men, ose një send. Edhe ai shkon, unë nuk flas, as nuk i jap sinjal, po ai ka të drejtë me më drejtuar. Kjo nuk është me kruh. Mirë, po ka prej atyre dietarëve që thonë, edhe kjo është me kruh. Pse është me kruh? Se ajeti është i qartë, huwa qaimun yusalli. Thot po në këtë rast, fjala yusalli, duke u fal, është për qëllim se ai ka qenë duke u lutur, jo duke u falur, ka qenë duke bë dua, e jo duke u falur. Tash Allahu alem bi muradi kush e ka ekskluzivitetin e interpretimit, por mendimet ekzistojnë. Prej mekruheve tjera që është at-tarabbu bila udhrin. Tarabbu është ulja të ne e njoftën që është ulja i themi këmbë kryq. Kur ulesh, i dhen këmbët në këtë formë, edhe literki sunnetil qu'ud është mekruhi tenzihen, sepse qëndrimi i ulur në etehijat, bëhet fjalë këto, është farz. Forma e qëndrimit është sunnet. Ndryshimi i formës së qëndrimit pa arsyetim, se kur ka arsyetim ka smundje është çështje tjetër. Forma e ndryshimit të uljes pa arsyetim jo krah, se është kundërshtim me sunnetin. Pra qëndrimi këmbë kryq, duke qenë në namaz, është mekruhi tenzihen për shkak të lëshimit të sunnetit në qëndrimin ulur. Walejse bi mekruhin kharijaha, ky lloj i uljes nuk është mekruh jashtë namazit. Pse kështu? Li anna gjulle kodën nëbi kanë të tërë, sepse shumica e uljeve të pejgamberit alayhis salam ka qenë në këtë formë. O këdha Omer ibn al-Khattab, kështu ka qëndru edhe Omer ibn al-Khattab. Tash ke vërteton se pse jashtë namazit nuk është mekruh. Wa huwa thot, idkhalu saqaini fil fakhdhaini fasarat arba'a. E shpjegoj se çka është rreboj. Thot futja e sakit kësaj pjese të kamës në gjunin tjetër. Kjo është ulja, eksakt është ulja kam kryq që ne e njohmi në trojat tona. Wa aqsu sha'rihi huwa shudduhu ala al-qafa aw ar-ras. Prej mekruhit tahrimen, jo tenzihen, është lidhja e flokëve në namaz për burrat. Këto që bartin flokë të gjata, i mbledhin flokë dhe i lidhin me diçka, në kokë ose me një rreth ose ku e diune, se si i lidhin ato. Lidhja e flokëve në namaz, falja me flokë të lidhura në namaz, është mekruhi tahrimen. Pra çka duhet me baki? Duhet me i zgjidh flokët dhe me u fal me flokë të zgjidhura për gjinien mashkullore, jo për gjinien femërore, se gjinia femërore i lidhin dhe të gjinia femërore floka konsiderohet e zine, zbukurim. Ajo ka të drejt, edhe në namaz edhe jashtë namazit, t'i lidhë mbrapa, t'i lidhë anash, t'i lidhë ku e diune, si kanë format, sepse ato e kanë zbukurim. Ajo çka është zinetun nisa, zbukurim për gratë, nuk është zbukurim për burrat. Gratë kanë zinet, për shembull, unaza, ku e diune hallka, bilizika, nuk është e njëjta te meshkujt. Me rëndësi, lidhja e flokëve
në kokë, ose pas koke, në namaz, dhe falja e namazit me flokë të lidhura është mekruhi tahrimen. Thot pse kështu? Li ennehu sallallahu aleyhi wasallam, pejgamberi aleyhi salatu wassalam, merre bi regjulin yusalli ve huve ma'kus ash-sha'r. Ka kalu pejgamberi aleyhi salam dhe ka pa njenin duke u falur ma'kus ash-sha'r me flokë të lidhura. Dhe i ka thonë, da sha'raka yasjudu ma'ak. Leni flokët tuaja të lira të bëjnë sejdë edhe ato bashkë me ty. Pra ky argument është argument se lidhja e flokëve në namaz është mekruhi tahrimen, e transmeton hadithin Zejdi, i cili thot merre Abdullah ala rajulin sajiden, hadithi është i gjatë dhe shpjegimet të shumta, por ne po e lëm me kësi argument se lidhja pra mbajtja e flokëve të lidhura në namaz për gjinien mashkullore është mekruhi tahrimen, dhe nëse kemi raste të tilla, unë e kam pas, ja kam të rreq vërejtjen, kam dëgju djali dhe i zgjidh. Ai drejt atij nuk është haram i jashtë namazit t'i mban ata, nëse nuk është simbolik e diçkafit. Nëse nuk është simbolik lidhja e flokëve, nëse nuk simbolizon diçka të ndaluar, se tash me këto modat s'po dim edhe na çka me i ban, a është haram, kjo është haram. Nëse ai i lidh për ndonjë simbolik tjetër, si i kanë simbolikat jo drogirashve, jo hip-hopave, jo shejtanave, unë nuk i di. Por nëse ai thjesht i ka flokë të mdhaja, i ka merak, se nuk është haram me i rrit, edhe i lidh, ndërkohë, kjo nuk është ndaluar, por me kusht në namaz duhet t'i zgjidh, sepse flokët, ka thonë pejgamberi atij zotëries, i ka thonë da sha'raka, leni të lira flokët e tuaja, yasjudu ma'ak, që të bojnë sejdë barabar me tije. Wa yukrahu al-i'tijar mekruhi tahrimen. El-i'tijar huwa shaddu ar-ra'si bil mindil. Është mekruhi tahrimen që të lidhet koka me mindil, ose me ndonjë shall, ose me ndonjë diçka. E lidh shallin kështu, edhe e lidh përmas që shtrengon, në namaz është mekruhi tahrimen. Wa takviru imamatihi ala ra'si wa tarku wasatiha makshufan. Lidhja e mindilit, ose e shallit, ose e ndonjë imame ksul që ti e lidh për rreth, kurse mbrenësien e saj e lën të shpluar. Këto e kanë këto, me sa e di unë, këto rafidit, shiat e kanë këtë, nuk e di çka synojnë me ata, as që po du me e dit, po ki veprim, lidhja e shallit dhe lënja e mesit të kokës e zbrazët, pa kur gjo, sepse ka dhe raste tjera të në shall për shembull, ka nuk sulën dhe e lidhin, sidomos të prindrit më të vjetër të ne, kjo nuk është mekruhi tahrimen. Bëhet fjalë kur ai e lidh shallin rreth kokës, ama mbrenësien e saj e ka të shpalosur. Ky është veprim i ndaluar, sepse thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka ndaluar pejgamberi anili i'tijari fi salat, pra me mbështjelljen ose lidhjen e mindileve apo shallave apo ku e di unë këtyre çka u thon, nëse e ka mbrenësien e saj, çdo sen, me një fjalë, çdo sen që e lidh rreth kokës dhe mbrenësien e ka të zbrazët, është mekruhi tahrimen. Për ta siguru, profesor, këta, ato që i kanë kësule dhe e lidhin shallin, nuk ka të keqe. Nuk ka të keqe se e ka kësulën ai. وكف ثوبه أي رفعه بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود، وقيل أن يجمع ثوبه ويشده في وسطه. Tash kjo është një çështje tjetër.
këto të arabët zakonisht janë këto llojet e veshjeve, ato kobat e atyre çka i kanë, ose rrobat e mëdha gjata, dhe kur hinë në namaz, ato janë të mëdha, nuk mund të falesh me ato, dhe ato i mbledhin fish edhe i qesin për mi dorë, mund të shifni në për televizionin në për këto. Te ne nuk ka si lloj veshjes. Pra po thot autori, Ibn Abidini thot me kruj tahrimen, në Raddul Mukhtar. Thot, ngritja e atyne robave, atyne sendeve, e asaj farveshje, ose shtrëngimi për midisi, me i lidh midis, ose me i mbledh ato dhe me i qitën, në krah edhe mu falë është me kruj tahrimen, sepse këto dekoncentrojnë në namaz dhe pengojnë në khushu, pra në khushuin. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, thot, pejgamberi alaihi salatu wassalam ka thonë, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Jam urdhëruar që të bëj sejdë me 7 gjymtyr, pra me 7 eshtra. Po këtu është fjala për gjymtyr. Wa an la akuffa sha'ran wala thawban, që mos ti lidhi flokt edhe ato robet të cilët duhet të mbështjellen. Wa yukrahu sadluhu takabburan aw tahawunan wa bil udhri la yukrah wa huwa an yaj'ala thawba ala rasi wa katafayhi wa katafi faqad yursil. Edhe kjo është një veshje, një lloj manteli, një lloj xhybe të them, e cila nuk ka hapje për t'i fut krahët, nuk ka vend për t'i fut krahët, hedhet ose mbi kokë, se ka petir edhe në kokë, ose të ne i themi çka e ke qitë setrën krahëve. Edhe kjo, hedhja edhe në namaz është me kruh zatën, po tash varet prej vendit edhe traditave që i ka një. Po edhe tek ne është me kruh të falesh me duke e qitë paltën ose kaputin me e qitë krave. Ose duhesh me vesh, ose duhesh me jeket. Krave jo. Pse kështu? Sepse kjo thot është prej shenjave të kebburen, është prej atyre që shkaktojnë me gjemasia, e ka qitë atë setrën kështu shpatël, nuk e ka vesh e për të regu se është një farë kabadai e ki, mirë po në namaz kjo pun nuk lejohet. Thot, ennehu sallallahu aleyhi wasallam neha ani sedli, wa an yaktër rëgjule fahu. Pra pejgamberi thot ka ndaluan për hedhjen e kësaj veshe, krahë qafe, duke mos pas krahë për t'i fut atje, wa an yagti rëgjulu fahu. Dhe burri në namaz të mbuloj hundën dhe gojën e ti. Keni pa në për vendet arabe ma shumë përdorë me ato shallët, me ato veshët, edhe më në fundën bështjel njerë edhe këtë, sikur ato peqët e graveshe, po këto burrat të mbulojnë edhe hundën, thot një veprim i tillë është i ndaluar te medhebi Hanefi mrenda namazit. ويكره جعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرحه جانبيه على عاتقه الأيسر أو عكسه لأن الستر المنكبيه مستحب في الصلاة فيكره تركه تنزيها بغير ضرورة. është me kruh që një send, një rob që ka të veshish, që një në anë, sikur puna e hiramave kër i veshin, që një në anë të robës të kesh nën sjetull, e tjetërën të kesh mbi shpatull, në këtë formë. Se këtë sende ne të shveshmi robet qepura, po ki robi për namaz mund mos jeti qepur, ose mund këtë formën e vetë, këtë modalitetin e vetë. Thot, me qitë një në shpatull jashtë, mbulesës, edhe tjetërën me mbulu. Qofte anës djath, apo qofte anës maj shkojnë kundërta, nëse këtë e ke në sjetull, këtë e ke të mbulume, ose të kundërta. Sikur këto modët të reja, sidomos të gjinia femrore, që i shifni për ditë në për këta rezilhanët tonë që i kemi.
Thot një veprim i tillë është i ndaluar. Në namaz është mekruh. Pse është mekruh? Lianna, sepse thot autori, lianna satra al-mankabain mustahabun, mbulimi i shpatullave është i rekomanduar. Për atë arsye thot fe yukrehu terkuhu tanzihan. Sepse është mustahab, pra është sunet, se po të ishte vajib del mekruhi tahrimen. E këtu shtrohet pyetja edhe te këto që i themin e këto majicat pa krah, ose majicat me dizgan, në gjuhën popullore i themi. Jo krah, nuk, si do qoftë. Kryesërisht me nësi po e dim se çka janë. Edhe me këto, se thot dikush, po une e kam mbulu avretin, nuk jemi të bisedu për mbulimin e avretit, as për prishin e namazit. Jemi të mbulu për gjërat e pa pëlqyera, gjërat të pa edukat që ndodhin në namaz, dhe nuk mund të falet vetëm, nuk mund të falet. Nëse falet namazi i tij është i vlefshëm, por ka jo krah. والقراءة في غير حالة القيام كإتمام القراءة حالة الركوع. Tash del të një tjemë tjetër. Lezimi i Kur'anit fi gajri halet il qiyam, në rastet tjera përveç kur është në kamp, është mekruh. Ka itmamil qiraati halet il ruku. Jetë namaz, e ke lezu Fatiha, edhe jetë e lezu suretun Nas. Edhe kur ke arë ka fundit ti, po do me shku në ruku tash, edhe ti i ke lëshu dhurt edhe alajet ve lezu suret e Nas min el gjinneti ve Nas, ka shku në rukuaj. Fi halet i ruku, në momentin kur është duke shku në ruku, nuk është vendi i leximit të Kur'ani Kerimit. Në pozicionin kur jetë duke shku në ruku, është momenti i tekbirit. Thuhet Allahu Akbar. Madje e njëjta dispozit vlen se ka njerëz që e përfundojnë ajetin mos se të shkon në rukuin e za e përfundon ajetin. Këtu çka ban? Lexon Kur'anin në vendin ku se ka dhe e levonon tekbirin në vendin ku nuk e ka. Kjo është jo krah. Ke itmamil qiraati halati ruku. Po edhe të ngritjet janë, të gjitha lëvizjet, shka nuk i kanë vend. Wa yukrah an yati bil adhkar al mashruati fi al intiqal ba'da tamam al intiqal. Është në kam. E bitisi min el gjenneti wa nas, për morë mi shembull. Tash ki duhet, çka duhet me ba? Duhet me shku në rukua, po. Edhe ki, zotria, nisët me shku në ruku, kur drejtojt në ruku, plotësisht thot Allahu Akbar. Mekruh. Pse kështu? Sepse dhikrin, kur ke shku në ruku është vendi për dhikr tjetër, jo për tekbirin. Këtu e ka vendin dhikri tjetër. Madje, mekruh jo për këtë, është sepse një pjesë të namazit, prej qëndrimit deri në ruku, kjo është një pjesë e namazit, e ke lënë pa dhikr. Një pjesë të namazit e ke lënë zbrazët. Kjo është pjesa kur duhet me thonë Allahu Akbar edhe fillon. E njëjta është kur të fillosh të ngritësh, jo të drejtohesh, mos e drejtohesh të merresh tekbirin. E njëjta është sejdja të kështu me radhë. Pra këto duhet preciziteti. Kur të fillosh gjatë shkuarjes në ruku apo në sejdë, procesin e shkuarjes në sejdë duhet të thuhet tekbiri. Ba'de tamamit, do të mos e të bjene tamam të kalohet në rukuës në sejdë, atëherë thot tekbirin. Li enne fihi khalalejni, thot ka dy smundje. Khilal është, nuk është smundje në kuptimin e smundjes, po ka dy mangësi, dy zbrastira. Terkuhu fi mawduhi wa tahsilu fi ghairi. E kalon pjesën dhikrin vendin e zbrast, që shka e tham, dhe e ka lezu në vendin ku nuk e ka vendin. Këto janë dy motive. Wa yukrahu italatu rak'atil ula, është mekruh zgjatja e rekatit të parë
في كل شفع من التطوع إلا أن يكون مرويا عن النبي أو مأثورا عن صحابي كقراءة سبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. Urrehet, ose është e papëlqyeshme, ose ma definitivisht, me kruh është zgjatja e reqatit të parë, fi kulli shef'in në çdo 2 reqate, minët të tavujt të namazeve nafile. Reqati i parë në 2 reqatet e namazeve nafile. Pse kështu? Li en jekune, pra është me kru, reqatin e parë ta zgjasish. Rekatin e dytë ta lësh shkurt. Të namazet nafile. Li kulli shef'in, shef është qift. Namazi sëneti i pari drekës, sa qifte i ka 2 qifte, se i ka 4 reqat. Pra, është me kruh me zgjat në reqatin e parë, në sënetin e drekës, për morë mi shembull konkret, ma gjatë, shumë ma gjatë se sa në reqatin e dytë. Nuk është me kruh, ose e njëjta vlen, i njëjti me kruh vlen, edhe në reqatin e tretë sënetit drekës. Sepse këto 2 të fundit janë namaz ala hiddi, janë namaz në veti. Lidhen për shkak të mosdhënies selam. Amo janë namazet në veti, sepse namazet në file janë ka dy. Ky është mendimi i Imam Ebu Hanifës dhe Imam Ebu Jusufit. Imam Muhamedi thot nuk është me kruh. Illa, tash bën një përjashtim. Edhe njerë po e lexoj prej fillimit të kuptoj meselën si është. Pra është me kruh zgjatja e reqatit të parë në të gjitha reqatet çifte në namazet nafile. Me përjashtim, illa an yakuna marwiyan an nabi, me përjashtim nëse për këtë ka transmetim nga pejgamberi ose ka ether nga sahabia. Shembulli i kësaj, namazin e vitrit është sunet të lexohet surja Sabbih isma rabbikal a'la. Reqatin e dytë, Kul ja ejuhel kafirun. Reqatin e tretë, Kul huwa Allahu ehad. Mirë, a thapë se është me kruh? Po Sabbih isma është shumë më e gjatë se el kafirun. Thot, rregulli vazhdon apet. Thot, ne bëm përjashtim me përjashtim të asaj kur ka hadith transmetim për pejgamberit dhe këtu ka transmetim prej pejgamberit për t'i këndu këta. Se është sunnet. Në anën tjetër, ne tham në reqat në namazet nafile. Tash ne po argumentojmë për namazin vajib. Qa është të ndodhë? Është pse i përzim vajibin me nafilet? Jo, nuk e kemi ngatru. Namazin nafile, namazi i vitrit, është fardun ameli, është farz praktik. Namazi i vitrit, në aspektin e leximit të Kur'ani Kerimit, shoqërohet me namazet nafile. Në aspektin e leximit të Kur'ani Kerimit, lexohet mulhikun bin nawafil, shoqërohet me namazet nafile, sepse leximi i Fatihas në reqatin e tretë, në farzin e jacijës edhe të drekës edhe të qindijës, është sunnet. Leximi i Kur'anit në reqatin e tretë, namazet farze është sunnet. Leximi i Kur'anit në reqatin e tretë, në namazet nafile është farz. Apo? Në aspektin e leximit Kur'anit, namazin nafile, namazi i vitrit, shoqërohet ose bashkohet me namazet nafile. Prandaj ky argument vlen edhe për këtë çka e tham më herët. Fa innahu min haythu qira'ati mulhikun bin nawafil. Wa qala al-imam Abu al-Yusr
لا يكره لأن النوافل أمرها أسهل من الفرض. Del ke Imam Ebul Yusri në e prish teorinë në e krejt, thot ju shka folët të rishti, nuk është me kruh, thot sepse namazet nafile janë më të zgjeruara, janë më të lehta se sa namazet farze, dhe kje ka të drejtën e vetë, mirë po fetfaja si pas medhepit jepët, si pas qëndrimit të Imam Ebu Hanifes dhe Imam Ebu Jusufit. ويكره تطويل الركعة الثانية على الركعة الأولى. Mekruh është që recati i dytë të zgjatet më shumë se sa recati i parë. Recati i dytë të zgjatet më shumë se sa recati i parë, bitheletheti ajatin fa akthar. Nëse zgjatja është më shumë se 3 ajet, nëse është 3 ajete e më shumë. Nëse është 2 ajete, la yukra. Nëse është 1 ajet, nuk është mekruh. Nëse janë 3 ajete e më shumë, këndon më gjatë në recatin e dytë, se sot parin, kjo është mekruh. Fa akthar, la tatwilu thalitha. Por nuk është mekruh që recatin e tretë të namazet nafile. Edhe njerë për përsëris meselën të bëjmë më të qartë. Recatin e dytë me zgjat me lexim të Kur'anit, 3 ajete e më shumë, se sa recatin e parë është mekruh. Recatin e tretë nuk është mekruh me e zgjat më shumë se sa recatin e parë ose dytin. Pse kështu? Sepse recati i dy i tretë namazet nafile është fillimi i namazit. A thamë se nga dy recate janë. Prandaj, recatin e tretë mund të zgjasish më shumë se sa recatin e parë, po jo dytin. La tatwila al-thalith li'annahu ibtida'un salatun nafil. Sepse recati i tretë në namazet nafile realisht është recati i parë. Fi jami'i salavat al-fard bil ittifaq. Kjo është zgjatja edhe të shumica e namazeve farza bi ittifaqil ulema. ويكره تكرار سورة في ركعة واحدة من الفرض. është mekruhit tanzihen përsëritja e të njëjtës sure në të njëjtin recat në namazin farz. E këndon Fatihan, edhe e këndon Elem të rekejfe njëherë, e kënon apet përsdit Elem të rekejfe. Pra, tekraru suretin fi rekaatin wahidetin, në një recat, me përsërit njëjtën sure, minel fardhi, të namazet farze. Wa kedha tekraruha fi rekatejni in hafidhe gajreha wa teammedehu. Recatin e par, elhamin, elem të rekejfen, e kam përsërit, apet përsërit, jo krah, është mekruh. Në recatin e parë, elhamin, elem të rekejfen. Recatin e dytë, elhamin, apet elem të rekejfen. Jo krah, është mekruh. Me kusht. In hafidhe gajra, nëse din diçka tjetër nga Kurani. Po s'din, veç kullu vallajnë din. S'din tjetër. A leximi i një sure mas Fatihas është vajib? Tash, a ka përparësi plotësimi i vajibit, apo lënia e mekruhit? Jo, plotësimi i vajibit. Nëse pra, nuk din tjetër nga Kurani, nuk është mekruh. Dhe, nëse nuk e ban me qëllim, po e ban me arrest, nuk është la yukra. Li ademi vurudi, sepse nuk ka transmetim se në namazet farze pejgamberi alayhis salam
I ka falë. Fa in lem jahfidhu wajaba qira'atuha li wujubi dhamm surat al-Fatiha. Nëse nuk din tjetër përmes tjetër sure, vetë çati di, e ka vajib ta përsërit, tash nuk e ka me kru, sepse duhet me kompletu vajibin, dhe ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ajo që nuk kompletohet vajibi pa te, ajo është vajib. In nësje la jetruk, po nëse ka harru, reqat, a i din përmeq, din surët, pejzom 10 surët e fundit. Reqatin e pare e ka lezu elem të rekejfen. A që në qatin e dytë dhe lezon, vëllë dhalin, elem të rekejfe, e ka njës. Ki din surët tjetër. Që duhet me bo? Ki me harres e ka po këtë. La jetruk, nuk e ndërpret. E vazhdon. La jetruk. Li kaulihi sallallahu aleyhi wasallam, për nga meri thot, in iftetahte sureten fakraha ala nahviha. Nëse e ke fillu surën, mos e ndërpre, lexoje deri në fund. Kjo është ku? Të namazet farze. Përsëritja një sure të njëjtë në reqat. Përsëritja e të njëjtë sure në 2 reqate është në të dyja rastet mekruh. Thot, vëkajjede bil fardi li annehu la yukrahu tekraru bin nevafil. Sepse në namazet në file nuk është mekruh përsëritja e sures në të njëjtin reqat. Madje thot li annehu sallallahu aleyhi wasallam kame ila sabahi bi ajetin wahida. Për nga meri është shumë natën është falë, deri në sabah e ka këndu elhamin dhe e ka këndu të vetëmin ajet e ka përsërit me 10 ndoshta edhe me 100 herë. Pra kur jenë namaz në file, mund të këndojsh të zamë surët Ikhlas 100 herë në namaz. Nuk prish punë dhe nuk është me kruh. Wa gjemaatun min as-salafi kanu, thot, numëri madh i selefëve, pra i sahabëve dhe tabiinëve ato që ka quhen selefë salih, jahjaune lejletehum bi ajetil adhab. E kanë pas princip kur janë quhen, mas elhamit, të natën e kanë falë namazin me një ajet të azabit, që ka përshkruan dënimin, ose me një ajet të mëshirës, e bi ajetir rahme, au i rëgjai e velkhaf me ajetet e shpresës, ose të ajetet e frikës, që atë ajet e ka përsëritën me 10 herë, dhe kjo jep me kuptu se nuk është me kruh. Wa yukrahu qira'atu surat të tabitismi që këtë kirajeti, se pastaj kemi ndërprerje dhe në ndërprerjet kejt humba jo dhe efikasiteti. Wa qira'at suratun fauqa allati qara'aha, leximi i surës mbi atë që ka lexuar në reqatin e parë. Mbrapsht. E ke lexuar suratun Nas në reqatin e parë? Reqatin e dytë, kul a'udhu bi rabbil falak. Kjo, yukra, nuk lejot. Kale Ibn Mas'ud radiallahu anhu thot, men qara al-Qur'ana menkusan, fa huwa menkus. Të shpëdishi ta përkthej, po e përkthej përkthim të lirë. Kush e lexon Kur'anin mbrapsht, aja është i mbrapsht. I pa rregull. Illa ma shuri'a li ta'limi al-atfal illa li tajsiri al-hifdh bi qasrihi, thot nëse bëhet fjalë për t'u mësuar fëmijëve surët e shkurta, lejohet. Pra, kur jemi te namazi përsëri, nuk lejohet, pra nuk lejohet. Nëse ndodh, namazi është i vlefshëm, por kemi fjalën se namazi është me mangësi. Thot, walau khatama al-Qur'an fil ula yakra'u min al-Baqarati fi thaniya. Li qawlihi khayrun nasi al-hal wal-murtahil. Yani al-khatim wal-muftatih. Une jam quen edhe më kamet gjuzi i fundit.
Po unë e kam hatme të këndu. Hatme të këndu, jam të këndu hatme, hafizat që këndojnë hatme në namaz. Kemi pjatin e plot, velhamdulillah. Edhe në reqatin e pare ka kënu gjuzin e fundit këtë kul a'udhu bi rabbin nasi melikin nas, deri në fund. Reqatin e dy qka, ku duhet me shku ke? Alif lam mim dhalika al kitabu la rayba fi. Po unë s'jam të kënu hatme. Unë thjesht je kam nisë. Kul a'udhu në reqatin e parë, kul a'udhu bi rabbin nasi melikin nas. Reqatin e dy që duhet me ba? Që duhet me lezu? Të kraru surë, me e përsëritën nuk guxon me dalte surët al-Baqara. Lau khatama al-Quran fil ula, nëse e ka bo hatmën e Kuranit në reqatën e parë, e ka përfundu min el gjinneti vë nas, shkon në ruku, shkon sejdë, qohet në reqatën e dytë, kënon ilhamin nis, alif lam mim dhalika el kitabu la rayba fi, nis surët al-Baqara. Por unë nuk e kam hatme këtë, s'kam hatme. Unë kam fillu me kul a'udhu bi rabbin nas në reqatën e parë. Nuk kam të drejtë të kthehem të Baqara, se nuk është el-rahilu el-halu wal-murtahil. Pra përsëri s'ke ku shkon tjetër, vetëm se të përsërishtësh kul a'udhu bi rabbin nasin edhe në reqatën e dytë, e jo të kalosh të surja el-halu wal-murtahil, do thot kur e bitis kthehesh prej fillimit. El-hal wal-murtahil, sa e bitis kthehesh. Në rrotullim e sipër është gjithmonë sikur një hark ku e ka fillimin. Kur ku se ka fillimin sepse është në rreth. Wa yukrahu fasluhu bi suratin bayna suratayn qara'ahuma fi rak'atayn. E këndon për shembull elhamin. Anis alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Reqatin e parë. Reqatin e dytë, rajta alladhi yukadhibu bid-din. E ke lënë një sure, e ke kësi një sure. La yajuz. Nuk lejohet. E sidomos, hajë se më duke dhjenë më vonë. Wa yukra fasluhu bi suratin bejnë suratejni, qara'ahuma fi rak'atayn, që I ka lezu, lema fi min shubetu të tafdil wal hijr. Sepse këto dishohet se ti po e vlerëson një sure tjetër, po e nënshmon një sure tjetër. Kale ba'dhum, disa pjetëdjetarëve kanë thonë, la yukrah idha kanat as-suratu at-tawila. Nuk është mekruh nëse është të surët e gjata. Të surët e gjata. Kemi folë që këto njëherë, mufassalat që ka janë ato, për shembull, janë mufassal e tawila, ato surët të shkurta për të gjata, janë surët të shkurta, sepse 7 surët e para janë gjata, janë të shkurta për të mesme, janë të shkurta për janë të shkurta. Pra dikush prej ulemave ka thonë, la yukrah, pra bëhet fjalë me krua është të surët e shkurta. Nëse bëhet fjalë për surët e gjata, la yukrah idha kanat surët e tawilat kema law kana bainahuma suratani qasiratani. Të surët e shkurta një sure, për shembull, alam tara kayfa e lexon në qatën e parë. Li ilafi Qurayshin nuk e lexon. E lexon ra'ayta alladhi. Kjo është me kru. Po e lën li ilafi Qurayshin. E lën ra'ayta alladhi. E lexon surën Inna atajna la yukrah, të surët e shkurta. Se I kalon dy e ma shumë. Pra ky po thot, disa prej dietarëve kanë thonë, të surët e gata nuk është me kru, me e kalu një sure, nëse është surja e gata dhe e lexon këtë surën, ngjajshëm siç nuk është me kru me lënë 2 sure mes 2 sureve tjera. Wa yukrahu intiqalu li ayati min suratha
ولو فصل بآيات والجمع بين السورتين بينما سور وسور خلاصة لا يكره هذا في النوافل. Tash këto në qesim probleme tjera, dhe këtu para se të kalojmë të disa mekruhe tjera që në nxjerrin prej leximit, unë është të përfundojmë me këto mekruhe që ndërlidhen me leximin e Kur'anit Kerimit në namaz. Tani vinë disa mekruhat tjera që kanë të bëjnë përsëri me lëvizjet dhe sjelljet e namazliut duke qenë në namaz. Andaj ne e përfundojmë deri këto sonde dhe i lutemi Allahu xhallashanu na mundsoj të kuptojmë të vërtetën për të vërtetë dhe të praktikojmë, të pavërtetën për të pavërtetë dhe të largohemi prej saj. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum واستغفروه يغفر لكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.